Miqësia jonë është e përjetshme, është shumë e thellë, është e vlerave euroatlantike. Ushtari amerikan sublimon paraqet dhe vlerat e popullit tim, të paqes dhe lirisë së vendit dhe popullit tim. Edhe me këtë shokun bashkë kem të bisedue, këta po thirrën emën të asaj kështë si musliman, po si mas këtyne veprave që cilat po i bojnë, këta janë mas pakti musliman, domethënë. Ju shpreh ngushëllimet gjithë amerikanë, nga populli i Kosovës dhe familjet e tyre.